Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve. Republika e Kosovës sot shënon 13 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Për nder të këtij përvjetori janë organizuar një sër aktivitetesh nga institucionet e vendit, por fillimisht të ndjekim homazhet që janë bërë nga zyrtarët e lartë të komunës së Gjakovës. Me vendosje të buqetave me lule dhe 1 minutë heshtje u shënua 17 shkurtje në Gjakovë. Kryetari i komunës Ardian Gjini, shoqëruar nga bashkëpunëtorët dhe përfaqësues të OVL-OÇK-s, përfaqësues të Policisë së Kosovës dhe institucioneve tjera, bën homazhe pranë lapidarit Shokët e Lirisë, në ndërim të dëshmorëve dhe martirëve që dhanë jetën për liri. Përkulje nderi e krenariu u bë dhe pranë shtatorës së erojit Agron Rama. Të gjithë së bashku, homazhe bën edhe te varrezat e dëshmorëve. Ata u pritën edhe nga familjarët e dëshmorëve të cilët ranë për lirinë e vendit. Nga këtu, kryetari Gjini ka uruar të gjithë qytetarët për festën e pavarësisë dhe tha dëshmorët dhe martirët janë arsyeja që ne sot festojmë dhe gëzojmë lirinë. Gjithë qytetarëve të komunës Gjakovës urime dita e pavarësisë, një ndër ditë më të shënuar të gjithë popullit shqiptar, kudo që jetojnë. Sot është një ditë kur, sikur gjithmonë, i nderojmë të rënd, i nderojmë dëshmorët, i nderojmë martirët, gjithë ata që esencialisht janë më të merituarit se ne sot festojmë për 13 herë ditën e pavarësisë Kosovës. Edhe një herë urime të gjithëve. Shfrytëzoj rastin të uroj gjithë qytetarët e komunës Gjakovës, gjithë qytetarët e Kosovës për një ditë madhështore që kemi sot, përgëzojmë. Gjaku i dëshmorë na ka prunë këtë ditë sot, edhe i martirëve edhe gjithë atyre që dhanë jetën për Kosovën, edhe një herë lavdi gjithë dëshmorët kombit, urime festa gjithë popullit shqiptar në Kosovë e kudo që janë. Në këtë përvjetor të pavarësisë, homazhe u bën edhe te kompleksi memorial në fshatin Meje, aty ku u vranë dhe masakruan 376 civil shqiptar. Po në këtë ditë, buqeta me lule u vendosën edhe në varrezat e martirëve në Çabrat. Me rastin e përvjetorit të 13 të pavarësisë, edhe lëvizja vetëvendosje Dega në Gjakovë ka ndëruar me homazhe të gjithë ata që u flijuan për lirinë e vendit. Gjeneratat e ardhshme duhet të festojnë dhe të jetësojnë lirinë, ndërsa institucionet shtetërore duhet të punojnë për një shtet demokratik, për një mirëqenie dhe prosperitet për qytetarët e Kosovës, u tha me këtë rast. Edhe presidentja në detyrë Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Avdullah Hoti kanë ngritur flamurin shtetëror për nder të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ndërkohë që janë bërë edhe homazhe. Mëngjesin e sotëm, presidentja në detyrë Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Avdullah Hoti kanë ngritur flamurin shtetëror për nder të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Ngritja i flamurit shtetëror është bërë me ceremoninë nga Garda Ceremoniale e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Pas ngritjes së flamurit shtetëror, Osmani ka uruar ditën e pavarësisë së Kosovës. Ngritja i flamurit shtetëror, urime dita i pavarësisë së shtetit ton të dashur, ka shkruar Osmani. Pas kësaj, Osmani ka bërë homazhe tek varri i ish-presidentit Ibrahim Rugova. Edhe kryeministri në detyrë i Kosovës, Avdullah Hoti, ka shkruar pas ngritjes së flamurit shtetëror tek qeveria i Kosovës. Hoti shkruan se me ceremoninë e ngritjes së flamurit shtetëror nga Garda Ceremoniale e FSK-s, filluan manifestimet për shënimin e 13 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Me rastin e 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Osmani së bashku me kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për kryeministër, Albin Kurti, kanë bërë homazhe pranvarit të ish-presidentit Ibrahim Rugova. Ne sapo nderuam arkitektin e pavarësisë së Kosovës, presidentin historik, doktor Ibrahim Rugova, njeriu që sublimoi dhe unifikoi kërkesat e shqiptarëve të Kosovës për liri, për pavarësi dhe për sovranitet, dhe njeriu i cili i hapi dyert e botës në mënyrë që zëri ynë, zëri i popullit ton të kumboj dhe të dëgjohet kudo. Vendosëm lullet e fresta dhe bëm homazhet e presidenti i parë i Republikës parë të Kosovës, dr. Ibrahim Rugova, që njëkohësisht ishte edhe presidenti i parë në Kosovën e çliruar, për të vazhduar me aktivitete të tjera. Në veçanti falenderojmë gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që kanë kontribuar për
këtë ditë kaq të rëndësishme për vjetorin e 13 së cilës e shënojmë sot. Me rastin e 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, ushtruesja e detyrës së presidentit, Vjosa Osmani, bashkë me kandidatin për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje, bën homazhe dhe pranvarit të veprimtarit kombëtar Adem Demaçi. Ne sapo nderuam edhe simbolin e rezistencës shqiptarëve në Kosovë, njeriu i cili para lirisë individuale vendosi lirinë kolektive të popullit të tij, para interesit të vet vendosi interesin e përgjithshëm, veprimtarin e çështjes kombëtare, Adem Demaçin. Homazhe pranvarit të ish presidentit Ibrahim Rugova me rastin e 13 vjetorit të pavarësisë bëri edhe kryeministri në detyrë Avdullah Hoti. Është projekti më i madh 30 vjeçar, ndoshta nga shpallja e pavarësisë së Shqipërisë e këndej është projekti më i madh i fuqizimit të kombit shqiptar me shpalljen e Kosovës shtet i pavarur, pjesë e familjes euroatlantike. Në 13 vjetorin e pavarësisë, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë ka uruar qytetarët e vendit. Nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë thonë se SBA mbetet i palëkundur në partneritetin me Kosovën. Në ditëlindjen e 13 të Kosovës, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, së bashku me strukturat e kësaj partie, kanë bërë homazhe të kompleksi memorial dëshmorët e kombit në Glogjan. Pas homazheve, Haradinaj u shpreh optimist se Kosova do të ecë përpara në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantik dhe bashkimit me Shqipërinë. Kosova e pavarur do të ecë në rrugën e vet, zhvillimit të integrimeve euroatlantike edhe të bashkimit me Shqipërinë. Kryetari i komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj, tha se ditët e shënuara si kjo 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës e rikthen kujtesën tek ëndra që kishte populli për liri. Në këto simbolika që shënojmë, na kujtohet e kalumja jonë, na kujtohet ëndra për liri së pari dhe për shtet. Së dyti, e pashtu do të ndërojmë, kur ndërojmë këtë vend, ku janë herojt dhe dëshmorët e kombit, ne ndërojmë kalumën tonë dhe njëkohësisht e respektojmë perspektivën e shtetit tonë. Të arriturat e Kosovës si shteti i pavarur i duken të mjaftueshme edhe Blerim Nimana, i cili sot kishte zgjedhur Glogjanin për të festuar ditëlindjen e 13 të Kosovës. Është punue se besoj asnjë shtet kish mujt me bënë zhvillim çfarë ka ardhur tash. Këtu ne të shohim fjalë për ndihmën e dhënë. Për nder të 13 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, e ka bërë homazhe edhe te varrezat të dëshmorëve e martirëve në Reçak. 13 vjet më parë, Kosova ishte lajmi të gjitha mediave botërore. Vëmendja madhe mediatike dëshmohej edhe me mbi 2000 gazetarë të huaj, të cilët qëndronin në kryeqytetin e Kosovës. Po ndodhte ajo që shqiptarët po e pristin me shekuj, ngjarja më e rëndësishme për popullin prej çlirimit të vendit në vitin 1999. Kosova po shpallej shtet i pavarur. Moti ftohti ishte në Kosovë në ditën e 17 shkurtit të 2008-s, por jo për t'i ndalur njerëzit që nga të gjitha anët të mbushnin rrugët në shenjë feste për ato që po ndodhte. Ani pse askush nuk e kishte idenë si do dukej flamuri i Kosovës dhe deklarata e pavarësisë, qytetarët e dinin se po hapej rruga për të jetuar në një shtet të pavarur, të cilin e kishin ëndruar me gjenerata. Rrugëve në për të gjitha qytetet e Kosovës valviteshin flamuj kuqezi dhe ata të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve që ndihmuan në çlirimin e Kosovës nga Serbia. Derisa rrugët ishin plot, pas ditën e 17 shkurtit, deputetët u mblodhën në sallën e kuvendit. Seanca e jashtëzakonshme u mbajt me kërkesë të presidentit dhe kryeministrit të vendit. Atkoh drejtonin institucionet kryesore në vend, Fatmir Sejdiu, presidenti i Kosovës, Jakub Krasniqi, kryetari i kuvendit dhe Hashim Thaçi, kryeministër. Madje ky i fundit pati fatin të lexojë deklaratën e plotë të pavarësisë së Kosovës. Mbledhja solemne nisi në orën 15 për të kulmuar me deklaratën kryesore pastaj në 15:39 minuta. Ato e nënshkruan pastaj 109 deputetët e pranishëm në sallë. Hashim Thaçi e Jakub Krasniqi, dy prej figurave kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të politikës së pasluftës në Kosovë. Si vjet, për të parën herë nuk marrin pjesë në shënimin e përvjetorit të pavarësisë së Kosovës.
Përveç kësaj, përvjetori si vjetëm i pavarësisë së Kosovës e gjen vendin të sapo dal nga zgjedhjet parlamentare dhe me një qeveri në detyrë. Javët në vazhdim pritet të shënohet me formimin e institucioneve të reja nga partia e Albin Kurtit, që është fituese e zgjedhjeve që u mbajtën me 14 shkurt. Rikujtojmë se në vitin 2005, sekretari i atëhershëm i Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, e emroi Marti Ahtisarin si përfaqësues special në Kosovë. Në vitin 2007, Ahtisari i prezantoi Këshillit të Sigurimit të OKB-s raportin në të cilin thuaj se Kosova duhet të jetë e pavarur. Nga ana tjetër, Serbia refuzoi këtë, duke rekomanduar autonomi të mbikëqyrur. Në linjë me planin e Ahtisarit dhe rezolutën 1244 të OKB-s më 17 shkurt të vitit 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Edhe pse pavarësinë e Kosovës deri më tani e ka njohur mbi 100 shtete të botës, përfshirë së fundmi edhe njohje nga Izraeli, me bllokimin e Rusisë, mbështetësia më e madhe e Serbisë në arenën ndërkombëtare, Kosova ende nuk është anëtare e OKB-s. Një familje 5 anëtarëshe në Gjakov u bë me shtëpi të re. Vullnetmirët u solidarizuan dhe për pak muaj këtë familje sistemuan si që është më smiri. Në nëntor të vitit 2020, familja Luzha nga Gjakova mori një lajm të mirë. Vullnetmirët u solidarizuan me këtë familje, duke i dhënë lajmin se një epokë e re do të fillonte në një periudhë shumë të shkurtër kohore. Pas 4 muajve, pritja si erdhi fundi. 17 shkurti, pavarësia e Kosovës, këtë herë përbënte jo vetëm një datë historike për vendin tonë, por edhe një kumtesë që do të ngelet e memorizuar për herë në mendjet e fëmijëve që buzëqeshnin nga gëzimi dhe në sytë e prindërve që lotonin nga lumturia. Porime shtëpinë e re e Gzofshit, e të Zhgofshit me fëmijë, me nipa, me mesa. Inshallah, tashemas keni bereqet, keni mbarësi, inshallah keni shëndet, keni si që arritën fëmijët me ime. Edhe vuajtjeve të zonjës së shtëpisë Rudinës, tashmë ju erdhi fundi. Dëshira për të pasur një kulm mbi kokë u jetësua. Jam të emocionuar, falenderimi mas pari takon Allahut. E falenderoj Hoxhën Abdurrahman Bejtullahu, i cili e ka marrë iniciativën. I falenderojmë gjithë bamirësat. Janë të shumt. Jemi shumë të emocionuar. Asë që kam imaginu bile që është ka që bukur. Që më të pëlqen asë shumë të? Krejt, gjithë shka. Bashkimi bën fuqin, shoqata bamirëse Bereqeti në krye me Abdurrahman Bejtullahun bën çmos që të realizoj një nismë kësaj. Falë Zotit dhe pastaj falë bamirësave, duke filluar nga qyteti i Gjakovës, i Kosovës dhe me qenë ti diaspora, me të poni të vështirë storën që është vendosur për familjen Luzha 5 anëtarëshe, që është familja njoftër për ne se 5 vite kujdesim për ta, kemi filluar të ndërtojmë shtëpinë e kësaj familje. Kemi rregulluar dokumentacionin komplet me Kuvendin Komunal, që shpresoj të falenderojmë të posaçëm për ta. Kemi shumë një kohë shumë të shpejt, 100 ditë ka marrë punimet komplet dhe neve se ka marrë menda që atë shumë që kena pas mundësi të arrijmë për një kohë të shpejt. Por sot shpëshqiet asë në gjë nuk mungon, sipërfaqja ka qenë tepër vogël, po falë inxhinierit dhe arkitektit kemi mundur të abojmë shtëpinë 2 katre.
Ndarë Zotit e shumë lëmë ba mirë sa cilët kohë pas kohë bërëqeti të raket në dirët e tyne dhe kurrën në kënë këthi thatë. Zotit e shumë lëmë diasporën, Zotit e shumë lëmë gjithat që në kanë ndimu dhe një ashtu të vesyur në stafën e ti që ka. Vundet mirët kanë gjenë simbolikën më domethënëse dhe më përmbajtësore për treguar për nivelin e gëzimit për pavarësinë e vendit, duke mbetësuar një familje, të themi me kushte shumë të vështira. Ne si komunë, siç dihet, e kemi bashkëpunimin e pandalshëm me shoqatën Bërëgjeti, Degën e Gjakovë dhe me koordinatorin e Dekës, zotrin Abdurrahman Bejtullahu, për gjë që jemi edhe falenderues dhe mirënjohës te mase. Sot edhe ne si komunë po ndjehemi shumë të lumtur që po shohim gëzim dhe lumturi në fytyrat e familjes Luzha. Siç po shihet, kontribues të mëdhej kanë kontribuar që kjo familje sot ta gëzoj pavarësinë e Kosovës edhe me një fest të veçantë për ta, sigurimin e kulmit të kësaj shtëpie të re mbi kokë. Jemi falenderues për të gjithë ata që kontribuan dhe po kontribuojnë në vazhdimsi për të kthyer buzëqeshjen e munguar familjeve me kushte të rënda socioekonomike, than pjesëtarët e familjes Luzha. Kosova feston 13 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, por se si e shohin disa nga banorët e Gjakovës këtë fest, e ndjekim storjen në vijim. Kosova feston sot 13 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Të dielën në 17 shkurti 2008 në orën 15:39 minuta në Kuvendin e Kosovës u lexua deklarata e pavarësisë. Andaj këtë ditë pyetëm qytetarë të komunës së Gjakovës se si ndihen në këtë datë historike për Kosovën. Se përket shtetit pas luftës kena menu se shteti Kosovës do të bëhet, domethënë si Zvicër. Qaq do të zhvillohet sa që e kemi paramendon ndryshi. Mirë po, u zhgënjym, ndo sene, sidomos të politikajt të ndryshëm. E kështu që në april e mrapshta. Sa i përket 13 vjetorit të pavarësisë, nuk jam i kënaqur, po muj me thonë ja 40% po. Nuk u gjithë shka zi. Ka dhe ndërtime, po i metet hala shumë e punu për më konë Kosova në vend vetin që duhet. Të mira, dhe i sot, po jo të mjaftueshme. Qytetarët ndihen mjaft të lumtur dhe urojnë që Kosova të ketë zhvillime të mëdha në vitet në vazhdim. Jo mirë, si jemi të kënaqur ky popull hiç. Pra si inshallah tash të mos e gëzojmë më mirë. Unë ndihem shumë mirë dhe shumë krenare, sepse dim të marrë parasysh se çfarë situate ka qenë përpara pavarësisë, tash jemi shumë më mirë, por shpresojmë që në të ardhmen kemi me qenë edhe shumë më mirë. Zhvillime për këto vite pi pavarësisë tek ne ose pi pas luftës ka pas, po ne shpresojmë se në vazhdimsi do të ketë edhe më tepër me këto zhvillimet e fundit. Pritshmëritë e tyre janë që ky vend të jetë i zhvilluar në të gjitha sferat, pasi që tashmë do të jemi me qeveri të re. Besoj se me këtë fitoren e fundit do të lëviz diçka për drejt dhe se Kosova do të merr rrugtimin që duhet ta ketë. Zhvillime ka pas, nuk është që s'ka pas, kemë bo mjaft, por kemë mundësi me bo prap edhe ma mirë. 17 shkurti 2021 shënon ditën kur shteti i Kosovës mbush 13 vjet prej kur është shpallur i pavarur. Një ndër deputetët që i kishin nënshkruar aktin e deklaratës së pavarësisë në vitin 2008 ishte edhe Ardian Gjini. Ja se si e kujton ai këtë ditë dhe momentin e nënshkrimit. Kryetari i tanishëm i Gjakovës, Ardian Gjini, aso kohë kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka marrë pjesë në nënshkrimin e deklaratës së pavarësisë së Kosovës. Ka qenë ndjenjë e jashtëzakonshme, një ditë mund të them gati surreale. Ka qenë shumë ftoftë, është e vërtet, mirë po
Ka qenë një ditë që e kem prit me gjenerata, edhe me të vërtet ka qenë shumë përmbushse me qenë deputet në Kuvend Kosovës, edhe me nënshkru deklaratën e pavarësisë. Gjithë kemi qenë shumë të lumtur, gjithë, po mendoj edhe gjithë populli ka qenë i lumtur. Edhe pse një pjesë e jona parafërsisht e kemi ditë çka po ndodh, por shkak se ka qenë një proces më i gjatë, nuk ka ndodhur vetëm një ditë. Do thonë në fund të 2007-s vetëm e kemi pas të qartë parafërsisht se cila do t'jetë dita. Dita e përzgjedhur ka qenë strategjizuar për shkak se është prit që mundet me pas reagime. Mundet me pas reagime në botë, mundet me pas reagime në Kosovë, sidomos te pjesa e qytetarëve të Kosovës e banuar me serb. Dhe është strategjizuar, do thonë bashkë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe me vendet kryesore të Unionit Evropian. Unë në atë kohë me mahi u thesha ta presim verën se këtë festat i kemi ndimën, bile një festa kemi në verë, po ish humor, në mendje se prit që ma ditë. Gjini Tutje tregon nëse mendon se Kosova ka arritur mjaftueshëm gjatë këtyre 13 viteve si shtet i pavarur. Unë mendoj se Kosova ka mund të arrijë më shumë, është absolutisht e vërtet, mund t'ju them tash i pak jo për relativizim, po gjithkund botë mund të arrihet më shumë, ne kemi mund të arrijmë më shumë, por është gabim mos me i pa 2 pikat referente, është gabim mos me i pa të arriturat. Ne po duhet me i pa të metat, duhet me i pa ngecjet, pa tjetër, se popujt që nuk i shohin të metat e veta dhe ngecjet e veta stagnojnë, por për me i motivu njerëzit, me i dasht vendin ma shumë, duhet me i tregu edhe ato të arritura. Kemi të arritura, ajo që prap duhet me potencu është që pavarësia e Kosovës ka ardhur si një proces i gjatë edhe ndërkombëtar, jo vetëm i Kosovës, edhe Kosova ma shumë se vendet tjera ka pas një farloj varësie prej zhvillimeve ndërkombëtare. Thonë shumë çka është ndalë, nuk duhet me harru një datë shumë të dhëmshme të historisë njerëzimit, është 11 shtatori 2001-s, shumë procese janë ndru në atë moment, prioritetet kanë ndru për shkak të sulmeve terroriste në New York edhe në Washington. Mirë, po prapse edhe pse kem pas varësi prej njohjeve, ne nuk mund t'i detyrojmë shtetet na njohin neve me zër, prapse ka të arritura, i kemi ndërtu institucionet cilat funksionojnë, e kemi një rend demokratik që funksionon, që është popujt tjerë me qindra vite i kanë marrë për me stabilizu proces demokratik, ku njerëzit votojnë, dikush fiton, dikush humbet, po pa tensione, pa probleme. E kemi një sistem gjyqësor, unë e di që të rit nuk e mbajnë mend, po në 99-ën edhe në 2000-ën nuk kemi pas fare, as gjyqe, as prokurori, nuk kemi pas fare polici, nuk kemi pas fare administratë të shtetit. Këto janë proceset të ngadalshme, të dhëmshme, të mundimshme, po gjithë ata që e shohin Kosovën prej së largu e dinë që në rrethanat në cilat ka lind si shtet i pavarur edhe në rrethanat ndërkombëtare që kanë ekzistuar menjëherë pas çlirimit të Kosovës, prapse Kosova është një histori e suksesit në botë. Gjini njëherë shuroi të gjithë kosovarët për 13 vjetorin e pavarësisë. Njohësit të marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se shteti nuk ka shënuar arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare, që sipas tyre është rezultati i krizave të brendshme politike, korrupsionit dhe shërbimit jo të konsoliduar diplomatik. Sipas kësaj, ata vlerësojnë se ka ngecje në sigurimin e njohjeve të reja dhe antarësimin në organizata ndërkombëtare. Njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë se shteti nuk ka shënuar arritje të mëdha në arenën ndërkombëtare, që sipas tyre është rezultati i krizave të brendshme politike, korrupsionit dhe shërbimit jo të konsoliduar diplomatik. Periudhën 30 vjeçare të Kosovës si shteti i pavarur, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti e konsideron periudhë të mundësive të jashtëzakonshme, por të arritjeve modeste. Këto zgjedhje praktikisht kanë mbajtur në majë të agjendës vetëm politikën tonë të brendshme, çështjet e qeverive, çështjet e organizimeve, çështjet e koalicioneve tjera, dhe në asnjë rast nuk është arritur që politika të vendoset, respektive politika jashtme, të vendoset në sfond ose në target të punës së qeverisë Kosovës. Arber Fetaun nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se ka një zbeje të imazhit pozitiv të Kosovës në arenën ndërkombëtare. Fillimisht në vitin e parë të shpalljes së pavarësisë kemi pasur një fluks të njohjeve të rëndësishme dhe përgjatë viteve kemi pasur një performancë të mirë të shteteve që kanë njohur Kosovën, por ka qenë një periudhë shumë zgjonjuese, sidomos vitet e fundit, me shumë pak njohje, po ashtu edhe me ato që ne kemi quajtur në jargon çnjohje apo pezullim i marrëdhënieve diplomatike në mes të vendeve,
me vende njohëse të Kosovës më herët, që është një njohë e keqe për diplomacinë kosovare. Që prej shpalljes së pavarësisë më 17 shkurt 2008 Kosovën e ka njohur 117 shtete, por ka prej tyre që më pas kanë vendosur që të pezullojnë marrëdhënie diplomatike me shtetin e Kosovës. Sipas profesorit të marrëdhënieve ndërkombëtare Hoti, çështja e njojeve ka mbetur nën hije për shkak të problemeve të brendshme politike në Kosovë. Madje jo vetëm që nuk ka shtuar numri, por shpesh jemi përballë edhe me situata ku ka mungu bashkëndimi ose mbajtja e kontakteve të vazhdueshme me ato shtete që na kanë njohur. Kosovës i erdhi njohja nga shteti i Izraelit muaj më parë, kjo ndodhi 3 vjet pasi nuk kishte arritur të siguronte asnjë njohje. Republika e Kosovës ende nuk e ka siguruar ulse në Organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe nuk e ka mbështetjen e plotë të Bashkimit Evropian, me që 5 shtete anëtare vazhdojnë të mos e njohin shtetësinë e Kosovës edhe 13 vjet pas pavarësimit. Një vend në OKB do t'i lehtësonte Kosovës antarësimin dhe organizata të tjera ndërkombëtare ku ka mbetur jashtë si Organizata Botërore e Tregtisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe në Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Pas një fushate të egër që Serbia zhvilloi kundër Kosovës, shteti ka dështuar të antarësohet edhe në Interpol dhe UNESCO. Ndërsa për këto 13 vjet Kosova është bërë antare e 8 organizatave ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Gjithashtu, shteti më i ri në Evropë arriti të antarësojë në FIFA, UEFA dhe Komitetin Olimpik Ndërkombëtar. Himni dhe flamuri i Republikës së Kosovës janë lartësuar në botë me sukseset e kampionës olimpike botërore Majlinda Kelmendi. Ndërrojmë temë. Ende po ka numra në rritje të infektuarve me COVID-19 në Gjakov. Të ndjekim një raport të shkurtër nga spitali dhe drejtoria e arsimit. Ditë më parë ka filluar testimi për COVID-19 në disa shkolla të mesme të komunës së Gjakovës. Drejtori i arsimit Gjevalini Kolbibaj tregon si po shkon ky proces, si dhe sa është numri të infektuarve tani për tani. Për momentin të infektuar janë 16 mësimdhënës dhe 10 nxënës. Procesi ka fillu që 2 javë tash. Hysnizajmi ka përfundu si shkollë, vetëm shkollat e mesme po bëhet testimi. Për momentin janë në Kadri Kusari, atje mësimdhënësit janë testuar të gjithë, pritën rezultatet dhe po vazhdon me nxënës. Pas shkollës, do të pas Kadri Kusari do shkojnë edhe 2 shkolla tjera, Hajdardushe dhe Nexhme Dinigja, dhe do ta shohim numrin e infektuarve. Në Hysnizajmi që është bë e gjithë testimi, kanë dalë 7 nxënës dhe 4 mësimdhënës. Do thotë ata vetëm janë kthyer në procesin se ka kalu faza për 2 javë, kështu që pjesa më e madhe këtyre të infektuarve pritet që të kthehen ditën e hanë në punë dhe në shkollë. A ka aktualisht mjaftueshëm staf që mos aventsu mësimdhënësit të janë me COVID? Po, ka staf të mjaftueshëm, edhe nuk ka ndodhur asnjë humbje e orëve mësimore. Aktualisht numri i pacientëve që po trajtohen për COVID-19 në spitalin Isa Grezda është 50, prej të cilëve 29 janë pozitiv, 9 negativ dhe 12 ende të pakonfirmuar, thuhet në raportin e datës 17 shkurt të këtij spitali. E për ditën e pavarësisë, Teqja e Madhe në Gjakov edhe si vjet ka shpërndar hashure. Nuk munguan as urimet për këtë ditë të shënuar. Për vitin e 13 më radh, Teqja e Madhe Ballkanike me sedinë në Gjakov shënon për vjetorin e pavarësisë së Kosovës me shpërndarjen e hashurës që tashmë është bërë tradicionale. Për të 13 vit me radh, bëhet shpërndarja e hashurës. Hashyra është një prej ushqimeve e cila simbolizon fitoren, ngadhënimin mbi diçka të keqe. Është shumë e vërtetë se populli jonë ka ngadhënyer mbi gjithë ato sfida që ka kaluar ndër shekuj dhe pavarësia është një hap drejt ngadhënimit madh, e që është ai bashkimi i kombit herdo kurdo që ndodh. Në krye me BV-n SHMSA dhe gjithë besimtarët e Teqës Madhe bëhet shpërndarja e hashyrës, ku njerëzit e rëndom ndalen edhe me një farë forme shënojmë këtë ditë. Urimi kryesor është që të kemi begati, të kemi dashni mes veti, të kemi harmoni ndërfetare e të kemi besim në Zot, në komb, e mbi të gjitha të kemi më shumë solidaritet me njëri tjetrin. Teqja e Madhe Ballkanike e konsideron këtë përvjetor më të veçantë. Kjo pasi që populli ynë sapo përfundoi zgjedhjet më të mira në rajon, me shpresën që qeveria e re të ngrisë zërin për shqiptarët kudo që ndodhen, e po ashtu me lutje për përfundimin e pandemisë. Nga këtu uruan për ditë më të mira. Teqja e Madhe shqiptare, domethënë ballkanike,
e 4 ditë këtë fest. Dhe më thonë edhe këtë vit që përkon me ditën e çlimit edhe pavarësinë e Kosovës. Ju kisha uruar të gjithë shqiptarëve në radhë parë, domethënë qytetarëve të Republikës Kosovës, po edhe shqiptarëve anën banë kudo që gjenden. E ata që kaluan për të shërbyer me hashure vlerësojnë kontributin e Teqës e po ashtu uruan për vjetorin e 13 të pavarësisë. Kjo për më duket një ide shumë e mirë edhe për këtë fest, për këtë ditë, inshallah tonë kohën ju jep Zoti këtëne. Shpërndarja e Ashurës bëhet çdo vit në hapësirat e Teqës së Madhe Ballkanike në Gjakov dhe ato të Teqës në Marash Hisar në Prizren. Edhe si vjet valltarët e grupit Ardmëria me valle shënuan për vjetorin e pavarësisë. Defilimi i tyre në qytet bëri që njerëzit ta presin edhe më me entuziazëm këtë fest. Si çdo vit, një ndodhi dhe në këtë përvjetor të pavarësisë së Kosovës. Valltarët e grupit Ardmëria zgjodhen që të festojnë në qytet me valle të ndryshme. Ata që nuk i hezituan festës ishin edhe qytetarët të cilët ishin kurreshtar të shihnin nga afër performancën e këtyre të rinjve. Organizatori Azam Ademaj u shpreh i kënaqur me punën që bën ndër vite me grupin Ardmëria. Këtë organizim e marrim çdo vit me radhë, ansambli Ardmëria Gjakov çdo vit për festën e flamurit për pavarësinë e shtetit Kosovës e marrim një organizim tillë, dalim defilet qytetit, mbledhen gjithë edhe bëjmë një organizim shumë të mirë. Këtë vit për shkaqe të pandemisë, a ishte më vështirë të organizoheshit? Ishte më e vështirë për arsye se u dofte edhe pak me nda grupin në 2 pjesë, mi marr gjitha mosha mi përshtat, se është festa e pavarësisë e Kosovës, kështu që mi pas marr gjithë është numri shumë më i madh, dikon 70 antar, po i kemi marrë përgjysmë për shkak të pandemisë. Pasioni për vallëzim u po edhe tek ai, saq nuk hezitoi që t'i bashkohej vallës. Njëra nga valltarët u shpreh e kënaqur që është pjesë e kësaj ngjarje kulturore. Jam valltare që 7 vite, me vullnetin më të madh do kremtojmë sot në qytetin tonë Gjakovën. Pavarësisht temperaturave të ulta, dëshira për të vallëzuar ishte e madhe. Vallja e tingujt të muzikës popullore i dhan hijeshi kësaj feste. Ndërsa Drejtoria Komunale e Kulturës në Gjakov i ka përmbyllur aktivitetet e shënimit të ditës së pavarësisë me një koncert festiv. Ansambli kombëtar i këngëve dhe valleve shota ka mbajtur koncert në Gjakov për të shënuar 13 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Drejtori artistik i këtij ansambli, Ylber Aslani, tha se është privilegj, por edhe përgjegjësi të performosh në Gjakov. Gjakova është një prej trevave e cila më shumti edhe çmon edhe ka dhonë për kulturën edhe traditën e këngës dhe vallës popullore shqipe, kështu që për neve është përgjithësi ta gëzoni, ta shijoni të bashkuar në liri, duajini dhe ruajini Kosovën, është diçka që ne duhet dhe kemi borxh të krenohemi vetë. Një nga pjesëtarët e orkestrës tregon më tepër për instrumentet dhe veprat që ka përgatitur për këtë koncert. Uroj gjithë shqiptarët për festën e pavarësisë së Kosovës. Shpresoj që festa e pavarësisë na gjejë gjithmonë bashkuar. Instrumentet në të cilat luaj këtu në ansamblin Shota janë do të thotë çiftelia dhe fylli, sot me pikën që e kam përgatitur me ansamblin. Ndërsa drejtoresha e Drejtorisë për Kulturë, Rinjë e Sport u shpreteje të kënaqur që kanë arritur një bashkëpunim të tillë me ansamblin Shota, teksa uroi dhe festën e pavarësisë. Sonte në natën finale tashme po performon ansambli Shota, i cili po transmetohet drejt për drejt në televizionin Eurovision. Me këtë ne urojmë qytetarëve të Kosovës 13 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, një kthesë tepër e madhe historisë së vendit tonë, e cila na bën të kuptojmë që po bëjmë shumë pak për vendin tonë, aq sa duhet bëjmë, sepse e mira e përbashkët është e rëndësishme për të gjithë ne. Ky koncert u transmetua drejt për drejt në televizionin Syri. Dhe tani të ndjekim grafikën e parashikimit të motit për ditët në vijim.
Këtu po e përmbyllim këtë edicion të lajmeve. Mirë pafshim.